realitetet janë kur dallimi midis personave që janë garë është nën 1%. Kështu që duhet parë. Qofse është kjo diferencë e ngushtë, mund të ketë një probabilitet. Megjithatë, nuk besoj se do të sjellë duke parë trendin që ka qenë dhe në Gramshe Peqin, nuk besoj se do të sjellë ndonjë zhvillim të rëndësishëm. Pasi pam që ishin vetëm 15 fletë votimi të pavlefshme në 94 apo 95 kuti në zonën e Gramshe të Peqinit. Nëse do të jetë ky trend, atëherë do të kemi po të njëjtin rezultat. Pra nuk kemi një trend bullgar, po thoni ju se akuzat e zotit Berisha dhe Partisë Demokratike flitet për një trend bullgar që ka bërë masakër. Tani nuk e di, dikur kemi pasur një ambasador bullgar që ishte bërë si antar kryesie, Naumovin, antar kryesie e PD-s. Deri tani kemi një trend tallash, jo trend bullgar. Trend tallash? Po, por që ky trend po merr një supergjiro në drejtim të asaj që unë thash të veçkatërimit PD-s. Po shkatërrohet i gjithë morali i PD-s, ai që ka ngelur, po shkatërrohet se ka hyrë në procesin e autodemaskimit. Dhe nëse del kështu që kanë këto ofiro, unë e shoh tjetër kund që çalon procesi i votimit në Shqipëri. Që nuk kemi një votim të shumicës shqiptarëve, nuk është mundësuar, pra me anë elektronike, nuk kemi një listë proporcionale kombëtare, ku vokacioni për një subjekt caktuar, qoftë për një person, pra personi, individit nuk i lehet mundësi të jetë në këtë garë të ndershme, të bëjë një garë ndershme. Nuk kemi një kontroll nga një administrat e pavarur, e papolitizuar të gjithë strukturës zgjedhjeve, pra që nga Komisioni Zgjedhor dhe deri tek numëruesi poshtë. Kemi një marrëveshje bipartizane PS-PD për të kontrolluar zgjedhjet, për të bërë të kod zgjedhor dhe për të përfaqësuar, për të na qeverisur dhe pse të dyja bashkë marrin 42% të gjithë elektoratit, siç ka ndodhur të radhë. Pra, gjitha kjo tregon që në këtë kod zgjedhor, që për mua është i parregullt dhe ka marrë bekimin edhe të PD-s edhe të PS-s, ne nuk kemi një ushtrim sovraniteti, por me këtë kod zgjedhor, po që ky marzhi i gabimeve, duket që është e saktë ligjërisht, po jo moralisht. Në krahun tjetër, PD-ja ka goditur. Se këtë do doja të pyesë, më ngacmohet me vetë shkatrim. Si mund të shkojë një parti në vetë shkatrim me një proces që rinumërimi? Sepse dhe kjo më ngacmoi pak, ka përgjegjësi politike nga kryetari i Partisë Demokratike, që zoti Berisha, sekretari i përgjithshëm zoti Noka. Çfarë mund na thuash pak më shumë me vetë shkatrim, se si mund të hyjë një parti politike në një proces vetë shkatrimi? Unë në momentin që ka hyrë pikërisht në këtë debat, pra ka humbur dhe etika dhe disiplina parti, ka një lloj disipline, çdo lloj partie. Ka hyrë në këtë debat kaq të rëndë, që njëri tjetrin po akuzojnë për tjetërsim mandati, tjetërsim të votës, të vullnetit të votuesit shqiptar, popullit. Unë e kam quajtur nga ana fizike, po që përdoret shpesh edhe në debatet sociale apo përcaktimin e një dukurie sociale, është vortex autodestruktiv. Pra, krijohet ai uragani me drejtim për nga qendra, në mënyrë për shpejtuar, shkatron veten pas një ndikim nga jashtë. A është kështu tani? Realisht, po rënohet dhe ai uniteti që kishin rreth Berishës, nuk e shohin më Berishën si garant. Nuk e shohin më personat që janë aty, besnikët e vetë si garant, zotin Berisha. Nuk besoj se dikush ka vajtur mbas komunikimit të akuzës, gjithaj luftit gjatë që ka pas me drejtësinë dhe tani pa hyrë mirë në gjykatë, tani po hyrë në gjykatë. Me përcaktimet që i kanë bërë aleatët strategjik britanik dhe amerikan, nuk e ka parë njëri Berishën për moralet. E kanë parë si një figurë të fortë që do të siguroj deri diku një mundësi për disa persona që edhe unë ata nuk i shoh aq moralshëm, që do të hyjnë tani dhe të bëjnë hajër duke qëndruar grush bashkuar rreth një personi me kredibilitetin zero, ose bile edhe më keq se zero. Tani, ky personi nuk është më i fortë ti menaxhoj.
Pra kemi njerëz që kanë qëndruar shumë afër me Berishën, dhe të cilët po i thonë atij, shiko punën tënde tani. Ka njerëz brenda PD-s që ja thonë. Po kështu lexohet, gjithë kjo që po ndodh. Ta që po kërkojnë numërim votash, po i thonë, nuk e sigurove etikën e dur që ne të jemi grup edhe jo të konkurrojmë me njëri tjetrin, dhe kjo shpreh edhe diçka më të rëndë, që këta e kanë ditur që nuk do fitojnë, nuk do marrin votat e mazhorancës për t'ia çuar minorancës që të bëhet mazhorancë, por kanë hyrë atje se cili sigurojnë një vend të tij, e kanë ditur që nuk fitojnë përballë kësaj PS-je, me këtë ndërtim që ka opozita dhe me këtë përfaqësim, kanë hyrë për të marrë votat një tjetrit. Pra gara pas ka qenë me dystyre. Nuk ka qenë gara reale, në vetvete ata ka qenë me dystyre. Dhe po të shohësh, është rasti i pa imagjinueshëm që në një qeveri si kaq gjatë, me kaq probleme që ka Shqipëria, mazhoranca ka një humbje të votave të veta, por më shumë ka minoranca, ka opozita. Pra, krahasim me vitin 2021, kjo opozit ka marrë shumë më pak vota. Marrë diku te 220.000 vota më pak? Fillimisht u tha 300.000, po ka dalë 200.000. Për mazhorancën thuhet 70.000. Pra, të ketë një rënim të tillë, pra tregon që nuk është në kjo flet sakt, domethënë kjo shifër tregon që është në vetë shkatrim. Po kur nuk ka ndodhur dikur në PD që të plasë një luftë e tillë kaq hapur publikisht dhe të tentojnë të shkojnë edhe personalisht njerëzit para komisionit qendror dhe nuk po i përmban dot më tani, po gjen dhe rrugë tjera, edhe vetë ajo klauzura ligjore që duhet të jetë subjekti që të bëjë ankesat dhe të ngrejtur çështje para komisionit, nuk po merr parasysh, po kërkojnë artifica me subjekte tjera e tjera. Po me subjekte tjera. Por mjafton kjo në opinionin publik, edhe jo vetëm shqiptar, për të thënë që këtu s'kemi të bëjmë me një farsë zgjedhore, siç ka pretenduar PD-ja, pra në atë ligj të mangët duket sikur është përmbushur në deri diku, po kemi të bëjmë me një problematikë të brendshme. Romeo, me humbjen e integritetit moral edhe të besimit PD-s brenda vetes saj. Para se të kaloj tek pyetja e radhës, do doja të falenderoj secilin prej teleshikuesve që na ndjek nga diaspora, por dhe nga Shqipëria, që shpërndan emisionin Sinjal nga unë Ermal Peçi, por dhe emisionet e tjera që ne zhvillojmë këtu në Antena Televizion, qoftë tek miqtë e vet, qoftë në diasporë, por dhe që mos harroni të bëni subscribe tek Antena Televizion në YouTube dhe ta shpërndani tek miqtë tuaj dhe të klikoni sa më shumë për ndjekur informacionet më të fundit, por gjithashtu edhe analizat për njerëzve të cilët në fakt prej vitesh kanë guxim për të artikuluar publikisht në mediat shqiptare, siç është dhe rasti i zotit Romeo Kara, avokati i njohur. Avokat, do doja ta nisim edhe një herë një pyetje që lidhet për sa i përket drejtësisë. Kemi parë që SPAK-u tashmë një prej njerëzve të Partisë Socialiste, kur ai ishte në fushat, flitet për zotin Mazniku, i hyri në shtëpi, ai bënte fushat, SPAK-un e kishte në shtëpi. Ditën e djeshme u bë publike që zotit Tërmjet Peçi, i cili po përgatitet për në parlament, SPAK-u dhe BKH-ja i hyri në bashki. Në anën tjetër në gjithë të panoram, kemi edhe disa dosje brenda Partisë Demokratike që janë në fund afateve të hetimit. Si e shikon këtë zhvillim? Do të ketë njerëz që nuk mund ta gëzojnë mandatin deri në shtator apo tetor dhe do shikon një përplasje të fortë të SPAK-ut me politikën, qoftë me mazhorancën, qoftë me opozitën? S'pari mendoj që kemi hyrë në këto zgjedhje pa bërë një veting politik. Pra njerëzit nuk mund të hyrin në këto zgjedhje me këto premisa për të ardhmen e tyre, pra të pasigurt për të ardhmen e tyre. Pra të përfolur në media duke qenë në netime disa, mbase tjerë edhe në akuzë. Pavarësisht që ne presupozojmë që njeriu dënohet kur merr, qoftë i dënuar kur merr një dënim me formë prerë. Megjithatë, ka një ndarje nga gjendja e Shqipërisë, duhet të krijojë vetë një ndarje lidhur me etikën. Personat përfolur pa u sqaruar nuk duhet të bëhen pjesë e ekipeve qeverisë apo qoftë edhe fushat, për që njerëz thjesht fushat për mbështetur. Do bëhet akademia politike, ata janë zgjedhur tashme, do jenë akademi politike. Akademi politike bëhen brenda partive.
nuk mund të japësh diplomën dikujt për mjek dhe pas